Përshëndetje, mua më quajnë Vjollca Dede dhe jam producente filmash dhe dokumentarësh artistik. Filmi këtu vallëzohet me hijet, me skenar të Bashkim Hoxhës dhe regji të Pluton Vasi. Është një temë e ditës që i referohet të shkuarës. Se si e shkuara dhe sot e kësaj dite na përndjek në të tashmen tonë. Pas zgjidhur problemet me të shkuarën, asnjëherë nuk do të bëjmë qetësi në të tashmen e jetës sonë. Dihesh ti se sa para harxhohen për të blerë teknologjitë e përgjimit dhe të spionazhit, nuk e imagjinon dot. S'kishte ditë dhe mos të ndiqja. Bile isha me shumë fatje për gjuhë. Gjuar? Po, për gjuar, që ndëroj atje në katin e tretë të këtij pallati. Mamaja jote ka qenë një artiste e dyshimit. Jetë shpërndëm. Ja që shmarku. Shija më e madhe e para ka qenë në Swansea, çmimi i parë i filmit Maja. Dhe çmimi i fundit i filmit Këtu vallëzohet me hije në Londër. Një festival i jashtëzakonshëm, jo nga tapetrat e këto, po një festival që sillte miqsinë, bashkëpunimin midis kinazëve, ku të gjithë ishin të barabartë dhe e fillonin në mëngjes ditën dhe e mbaronin në 12:00 natës, kur të mbaronte edhe ajo pija e fundit fare. Ishte shumë i bukur, shumë i sorë, shumë i organizuar mirë. E para janë buxhetet. Domethënë gjithnjë flitet për mbështetjen që duhet ketë filmi gjatë prodhimit të tij. Duke qenë që mundësia e buxheteve sot është jashtëzakonisht e vogël, kjo natyrisht përbën një pengesë shumë të madhe për prodhimin. E dyta janë bashkëpunëtorët e tu mbështetës në prodhimin e filmit. Kanë filluar dhe kanë humbur, sa ai brez që ishte ka shkuar, brezi i ri kërkon kualifikime, i mësojnë gjërat duke punuar, po dhe nuk i mësojnë dot tamam duke punuar, sepse ka ca rregulla që duhet i ndjekësh. Domethënë për mua është mungesa e stafit mbështetës dhe mungesa e buxheteve. Pastaj, duke qenë se bëheshin filmat në kino studio, kishte një garderobë të jashtëzakonshme, kishte të gjitha materialet nga mbrapa, kishte ambientet e dekoreve, domethënë ishte çdo gjë ti e kisha aty. Pastaj në atë kohë do bëje filmin ti, hapeshin gjithë dyert. Sot të shohin dhe me inat kur bën film. Po të shkosh në rrethe, grup kinast është to. Këta kanë lek. Sa shu ju dukesh? Nga 5 lekë kafe ta bëjnë 10. Natyrisht që dhe ka fituar. Sepse gjithmonë çdo gjë shkon përpara. Mundësitë janë më të mëdha, kontaktet janë më të mëdha, ti ke mundësi tani të bësh bashkëpunime, në këto bashkëpunime ti mëson shumë, aplikon nëpër institucione të ndryshme për të mbledhur fonde. Domethënë gjithçka ti mund të marrësh një aktor të huaj, mund të marrësh një DOP të huaj, domethënë për ta bërë filmin tënd sa më të mirë, që mendon që i përshtatet më mirë. Të gjitha post-produksionet në përgjithësi i bëjnë jashtë, që kështu them që është e padiskutueshme që ka gjëra jashtëzakonisht të mira. Në fakt, në stilistikën e tyre në përgjithësi më ka pas pëlqyer filmat e Dimitër Anagnosit dhe të Viktor Gjikës. Shumë Lulkuqe mbi mure është film epope. Ka shumë filma, domethënë të asaj kohe Mëngjes e lufte, Nëntori i dytë nga Viktori, po që këta dy regjisorë gjithnjë kanë pas, domethënë kur thuaj po del një film i këtij apo i atij, vrapoja të shikoje. Kriz tematikash nuk ka. Është absurditet kemi kriz tematikash. Kriz skenarësh do thoja natyrisht të gjithë shkruajnë. Dhe në përgjithësi skenaret ton, fillestar kur të vjen ta sjell ai është një storyline më tepër, sesa një skenar i mirëfillt.
Problemi është që ne s'kemi pasur kur një shkollë skenariste. Ata që dinin bënin dhe në përgjithësi ishin regjisorët që i rregullonin e i çonin më tutje skenarët. Po ndihet mungesa e një shkolle të skenaristëve. Përgjithsisht filmat e sotëm janë temadite, sepse të bësh një film me temë të shkuar ka kosto shumë të mëdha. Dhe në përgjithësi edhe në qoftë se ka filma që i referohen të shkuarës, maksimumi shkojnë deri ke periudha e komunizmit, ku e ndeket sa vende si Delvina apo Përmeti ku mund të shkosh të xhirosh, apo Shkodra. Ka temat të ditës që janë të ndërthurura me temat kryesisht të luftës ose të periudhës komunizmit. Pavarësisht edhe sot e kësaj dite, domethënë, po bëhet goxha punë për bashkëpunimet e gjërat e pjesëmarrje në forume që janë ndihmes për kineastët, po bëhet goxha punë nga qendra kinemas. Po ajo që duhet të mësojmë nga kosovarët që ato e kanë pas favor, sepse ata kanë lëvizur, kanë bërë tregti, kanë qenë të pavarur, në kuptimin i kanë njohur marrëdhëniet e bashkëpunimit më mirë se sa ne shqiptarët. Dhe kjo ata i ka favorizuar. Ata kanë lëvizur jashtë përpara se të lëviznim ne. Do thuash ne kemi 35 vjet. Po janë ca gjëra që ata i kanë thithur që fëmijë. Po të shikosh të gjitha prodhimet kosovare, kanë bashkëpunëtor shumë të mirë të huaj. Ata kanë zgjedhur një taktik të mirë për të promovuar kineman e tyre. Nuk merren as me pjesën tjetër. Ata promovojnë aktorët e tyre dhe aktorët. Dhe kur vetet flasësh me ta për bashkëpunim, bashkëpunimin që ata të ofrojnë është me pjesën e aktorëve duke stimuluar ata për t'i bërë të njohur që të kthejnë kokën nga Kosova. Kjo është një diçka që ne duhet ta mësojmë nga ata. Të dim çfarë të shesim më të mirën që kemi. Teksa jemi ata që jemi, një lloj identiteti e kemi. Sepse ti shikon një film, për shembull, edhe që nga 5 planet e para ky thua, ky është film spanjoll. Pa e dëgju, pa tekst, ose ky është film anglez, ose ky është film francez. Të gjithë kanë një stilistik të tyre. Unë nuk mund të them që ne kemi arritur ke stilistika jonë, se nuk kemi arritur aty. Por them që përpiqemi të prezantojmë vetëm, pastaj varet shumë edhe nga pjesa e krijimtarisë, domethënë e regjisorit, e gjithë elementëve tjerë krijues, domethënë se si ata duan ta sjellin atë që duan të shprehin. Sfida më e madhe është 1. Buxhetet. Kemi buxhete më të ulta në rajon. Nuk e di pse, po dhe nuk dua të paragjykoj. Ne kemi një film e Bardhë dhe Kuqe me skenar të Plutonit. Është historik, kalon në 65 vite, nga 1930 në 95 dhe unë kam nga Shqipëria vetëm 17% të këtij buxheti. Si mendon që do t'ja bëj ju? Të bëhemi bashkë, të rrisim buxhetet dhe vetëm kështu do të arrijmë të urojmë njëri tjetrit sukses dhe marrësi. Ata filma janë për ta, s'janë për mua. Domethënë unë jam përpjekur të sjell një copës ose Plutonin në atë film, atë që ata jetojnë dhe përjetojnë për ditë. Dhe ti bën një ngacmim se njerëzit përpiqen t'i harrojnë ato që i dhëmbin. Ti lën aty më njanë, vazhdojnë jetën me atë intensitetin apo ku e di unë. Po nuk i pastrove dhemkat e të shkuarës, po nuk bëre paqe me to, nuk mund t'jetosh rehat. Njeriu kupton, ishte siç ishte, gjërat kanë ndryshuar, duhet reflektuar dhe duhet parë përpara.